Rëndësia e një miqësie nuk ka fund. Çak çuna neve, qeshura, të mërzitura, të lumtura se jemi bashk. Kjo pasuria vetë shoqënia. Me sy në qiell e këmbën në tokë. Në aventura sekrete, sfida e gëzime. Çdo ditë është një mundësi e re për shoqëni të re që zgjat përgjithmonë. E hënë e mërkure pramt, ora 17:30. Miq në pasdita. Miqtë e mi të dashur, përshëndetje. Sot është dita ndërkombëtare e mamive. Pikërisht për këtë, ne kemi vendosur që t'ju kushtojmë këtë ditë atyre që u qëndrojnë në krah grave të cilat janë në pritje të ëmbël. Unë kam nderin dhe kënaqësinë që të ftuar të kem sot Adelina Shehu Kolën, udhëheqëse në repartin e obstetrikës. Përshëndetje Adelina dhe mirë se erdha. Përshëndetje, mirë se ju gjej. Një herë t'ju uroj edhe ditën e mamive, të gjitha mamive si në komunën e Gjakovës, po ashtu edhe në nivel të Kosovës. Krah ju shndron edhe një mami e cila ushtron me nder këtë profesion për disa vite me radhë, ajo është Mërgime Boshnjaku. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se ju gjej. Është kënaqësi që t'ju kemi në studio. Ne kemi thënë vazhdimisht që ju japim hapësirë talentëve të rinj. Sot të ftuar e kemi edhe Anesa Zorrën, është nxënëse gjimnazit Hajdar Dushi, edhe do të na shpalosa talentin e saj. Anesa, mirë se erdhe. Mirë se vjen, faleminderit shumë për ftesën. Po të lëm të qetë të vazhdosh në atë artin tënd. Mirë, e thamë që është dita botërore ndërkombëtare e mamive. Pse zgjodhet pikërisht për këtë profesion për ta ushtruar? Unë këtë profesion e kom pas si në fëmijëri që ta kem një fëmijë, një bebe në dorë, se sa herë kom pas bebe, unë kom një kënaqësi shumë të madhe. Kështu që me kënaqësi shumë të madhe, mora këtë profesion. Ti ndihmoj një nanës, edhe një bebe që ta kem vazhdimisht në dur, një fëmijë të shnosh, po ashtu edhe një nanë që gjithçka ka qenë në rregull me lindjen e saj. Mirë, keni më shumë se 40 vite që e ushtroni këtë profesion, keni rol kyç si për nënën ashtu edhe për fëmijën. A mund ta dim çfarë konkretisht bëni ju? Cila është detyra juaj? Detyra si mami ka përgjegjësi shumë të madhe, se vazhdimisht duhet t'i rrijim afër pacientës, ta përcjellim, ta monitorojmë me CTG, t'i rrijim afër, tregojmë si shkon lindja, se lindja gjithmonë, lindja normale është proces normal, që ti përballoj dhimbjet që i ka, si ta shef fëmin, ti flasim që si ta shef fëmin që ti e ke lindë dhe të ka rënë trup, atëherë një kënaqësinë më të madhe që ka për një nanë. Çfarë zakonisht i thoni? Si e përgatisni ata? E përgatisim se si duhet kur vjen procesi lindjes, se si duhet veproj, këto gjana. Adelina, ju jeni udhëheqëse e repartit të obstetrikës, si po shkon puna atë? Ecëria e punës në repartin e obstetrikës është shumë e mirë dhe është shumë në nivel. Na kemi 9 mami në repartin e obstetrikës. Obstetrika dohet nga reparti i ginekologjisë. Në obstetrik hin salla lindjes, sallat e operacionit, po ashtu edhe kujdesi intensiv. Në sallën e lindjes, pra nga reparti vje pacientja e cila me protokoll është deri në 5 cm e dilatune, ku dorëzohet te mamit. Pastaj gjatë asaj procedure, mamia ka për detyrë të zbatoj protokollet e sallës lindjes, si në matjen e pacientjes së pari për ta aplikuar terapin që është ordinuar nga ginekologi,
atëherë përcjell nënën, gjendjen e nënës, tensionin, temperaturën, po ashtu përcjell edhe gjendjen e fëmisë. Pra është një natyrë ndryshe nga raportet tjera të mamit, sepse kujdeset edhe për nënën edhe për fëmijët. Na posedojmë aparaturë të justifikuar, siç janë CTG-ja, kemi CTG dhe për bineq me 2 kallota, kemi edhe CTG-n me 1 fëmijë, pra, aty përcjellet terrorat e zemrës së fëmijës, si dhe dhimbja e nënës gjatë procedurës së lindjes. Në lindje kemi, pra është lindja normale dhe lindja me prerje cezariane. Në ekip kujdestarojnë gjithashtu 24 orë si mamit, si anestezian, si instrumentare, ginekolog. Pra jemi një repart shumë i madh për reporteve tjera, po ashtu edhe puna dhe ecuria punës është ndryshe për reporteve tjera. Nëse një nënë nuk mundet të lindë, pra dilatimi shkon mirë deri në 12 cm, por ka probleme në të rrëmjen e tonëve të fëmisë ose nuk zbret koka fëmisë në pelvik, atëherë shkojmë te prerja cezariane, pra vendoset ekipa që të hynë në sallën e operacionit. Te na, disa nga femrat të cilat vijnë pra shtatzana nuk janë të vetëdjesura për ecurinë e një lindjes, atëherë kemi edhe probleme se është një dhembje shumë e madhe, dallon për dhembjes së organeve tjera, pra, siç janë edhe raporte tjera, ne nuk guxojmë t'i pushojmë ato dhimbë për shkak që është procedurë e lindjes. Aty kemi edhe probleme se ajo nuk pëmnalen dhimbët e jo nuk mundna e shtyjnë edhe për me hije në sallë të operacionit për shkak që mos mundi dhimbët. Po dallimi si lindjes normale me ato të operacionit, lindja normale i ki ato dhimbë pra që i përjeton se është diçka e bukur të femrat e cila dhe na ka kriju i madhi Zot. Për momentin kur nuk mundet i ki ato dhimbët dhe e lind fëmin, por nuk e ki atëre dhimbët. Kurse me operacion është në momentin e lindjes nuk ki dhimbët, por atëre ki me pas dhimbët dhe janë edhe komplikime tjera. Nuk është diçka e lehtë për me hina e shtyjmë deri në të fundit që veç mes me bo hiç, hijim në sallë të operacionit, për ndryshe lindja normale është diçka shumë e natyrshme dhe shumë e mirë. Atëherë, sa i përket sallës lindjes, na kemi numër jo të madh dhe të mjaftueshëm të mamis, kemi edhe gjeneratat pak më të vjetra, siç është edhe mamia, mërgimja, është si 40 vjet në punë, kemi pra shumë pak të reja, na presim edhe për spitalit dhe drejtorisë ta freskon pak sallën e lindjes. Për ndryshe, janë shumë të zojat, janë shumë të afta, nuk kum pas asnjëherë probleme dhe të lashe me to. Se cila din orarin e vetë të punës, respektohet në maksimum. Dhe ecuria punës është shumë e mirë me mjete aseptike, me sterilizime, me të gjitha që i nevojitet një sallë të lindjes. Si qëndroni me aparatura, pajisjet që janë aty? Pajisjet që i kemi, pra neve shkana nevojitet, janë të mjaftueshme, janë të mira, janë të justifikuar, pra për një përcjellje të lindjes i kemi, pra thash edhe e kemi CTG-n edhe me shtatzanin që është me bineq, i kemi ultrazanin e posedojmë edhe në sallë të lindjes. A është detyrë e mamis që për shembull ta përgatis një grua para se të hyjë në procesin e lindjes? Po, sot në shekullin ton, pra se cila nënë, kur don me lind, mundet mu përgatit edhe pi shtëpis, na nuk kemi një patronazh të cilat edukohen pacientet, por që sot ki mundësi të edukohesh gjithçysh. I kemi rrjetet sociale, i kemi YouTube-en që mundesh mi këqyr edhe procedurën e lindjes, çfarë do të thotë lindja. Disa vinë të përgatitne kur janë me nivel shkollor më të ngriten, por disa që nuk dihin hiç. Gjithmonë, si çdo vend i punës, ka të lashe, kemi probleme. Cilat janë disa nga të lashet? Disa nga të lashet, kur t'insistojnë se në procedurat e dhimbjeve të mëdha, është e kuptueshme se shkon deri në 60%, 70% të dhembjes, atëherë nuk dorëzohen, nuk dojnë që të lindi normal, atëherë gjithmonë
janë fjalë thyrse që cilat që thojnë nuk dojmë me lind normal, dojmë me operacion, po që as rreziku në operacionet nuk e njohin se çka do të thotë me himi boni lindje me operacion. Po që veç për çast ose për moment nuk duhen mi përjetu që ato lindje. Kurse kur të përgatitesh psikikisht edhe din që ti kime pas një dhembje shumë të madhe, atëherë ti je ma qetë edhe e bind veten që lindja ka më shku natyrshme edhe që ajo e gëzon atë fëmijë. Po, besoj që detyra juaj është, ose ju thjesht e ndjeni të ndërgjegjshme që edhe ta motivoni një grua që është duke lindur. Po, normal janë ato mamitë të cilat ju rrinë të dhe boksi i lindjes të cilat rrinë këtë kohën duke bisedu me to që qysh janë lindje të qysh du të përgatitet në qastin e lindjes. Edhe unë thash edhe i herë, kjo është mungesë edhe një patronazhit të cilët duhet të tjetë në qytet, se na jemi edhe 94.000 banor, nuk jemi pak, na frekuentohem edhe pi Republikës Shqipërisë që janë Bajram Curi, Letaje, Tropoje, Knejne, pra të gjitha lindjet kryen, shumica lindjeve kryen të na, pra në sallën e lindjes tonën. Atëherë neve na nevojitet një patronazh ose një fushat për vetëdijsim gjatë procedurës së lindjes, që është lindja normale, lindja me operacion, për ato me ditë që kur të vinë me lind më konë të njoftune për procedurat e lindjes. Po besoj që gjithë këto informacione marrin spikam kryesisht në 5 maj, ditën botërore të mamisë. Po, faljësh televizionit tash që kemi na qyteti jonë, unë edhe ju përguzoj se pas këtë më të vërtet shumë një ambient bukur. Pra, na qojmë mesazhin deri te pacientët me intervistat me ditën e mamisë, si ndërkohë kur janë edhe festat të tjera, ose edhe për ndonjëherë me ardhë mi këshyr një procedurë të lindje që bëhet nga fillimi deri në mbarim, kjo është pra informata që na dërgojmë të qytetarët tonë. Të kthejmë vëmendjen edhe një herë kamamia që kemi në studio. Mërgime, çfarë na thuani, keni më shumë se 40 vite në këtë punë? Nëse ngrem një diagonale, ishte më mirë më parë apo tani? Ty ju falenderu kuadrit, që tash kemi mjaft kuadër, e vërtet që tash është ma mirë, ma përpara, në vitet e para karierës, kuadri na ka mungu shumë. Në atë kohë, kemi pas vetëm 2 ginekologë. Ata vetëm kam pas gatishmëri, nuk kanë qenë vazhdimisht në punë. Kështu që na kemi kry punën krejtë si të një sot që e kry një ginekologë. Kemi kry kana jonë gjitha ato në Sticeki, qa kemi shku dhe dirë që është shumë rëndësi dhe që sot mamia nuk e krynë, kemi kry revizionet, kemi kry qepjet, i kemi kry gjitha. Po tash në këto vitet, 20 vitet e fundit, të ju falemderu stafit, që kemi staf të mjaftushëm, ginekolog, na jemi shumë ma lehtë kemi tash. Mirë, sa zakonisht të zgjat një lindja? Lindje, primiparja, do më thonë primiparja na i thojmë lindjes parë. Zgjat ma shumë, edhe duhet me prit gjatë. Pritet, nëse tonet i ka vazhdimisht mirë, ujorin vazhdimisht mjekët ja e përcaktojnë ujorin, edhe presim. Nëse diçka komplikot, atëherë edhe te këto lindjet e para intervenojmë që është depozita, është transverzale këto, atëherë kemi sallën në operacione që janë shumë të vërzun, kemi mjaft anesteziolog, kemi ginekolog që pa probleme kryen. Po që lindja e shumë fisht, do më thonë lindja 2 e 3, shkon ma shpejt. Base sepse gruaja ka edhe një përvojë dhe kjo gjë bën më të lehtë. Ka edhe një përvojë dhe shkon ma shpejt. Megjithatë, ju po tregoni që një lindje mund të kryhet edhe pa
prezenca e ginekologut. Padyshim që duhet tjetë aty për ta monitoruar situatën, por është mjaftueshme që tjetë 2 mami dhe anesteziologu. Kjo është punë lehtëse në mes mamis dhe ginekologit, pra këta kanë të lehtëshmërinë e raportit në mes vete, për shkak që as ginekologi nuk mundet me lind një paciente pa mamin, po as mamia pa ginekologun. Ka raste ku janë në lindje të shumë fishta, që janë mirë me ujor, pra të pastër edhe është dilatimi normal edhe mirë, me përcjelljen e CTG-s që janë në rregull edhe tonet e fëmijës, atëherë mamia kujdeset, 2 mamit kujdesen vetëm për paciente, pra veç nëse ka ndonjë komplikim atëherë thirret edhe ginekologi, procedurën mundën mi krye edhe mamit vetëm. Çfarë ndjesie ju jep kur merrni për herë të parë një foshnjë në dorë? Shumë kënaqësi. Shumë kënaqësi, e pa përshkruar është kënaqësia. Çak që kom edhe emocione kur të flas. Kur ta shef një foshnjë që ka lind spari, vetëm e shikoj pamjen e bebës, pastaj lëvizjet, ashtu të se çdo gjë mundet gjatë aktit të lindjes, gjithfarë më ndodh. Por falë Zotit që këto vite nuk kom pas në rast që ka ndodhur. Ty ju falemnderu mas pari që shumë janë të përgatitne, edhe kur ty në sallë të lindjes, ne shumë i përgatisim gratë psiqikisht. Çfarë ju thoni zakonisht? Me fjalë shumë të ëmbla, që ti llogarit, kur kam qenë në vitet e para, gjithmonë i thësha llogarit që në ki motër. Në vitet e tashme, tash thot të kom nanë, edhe gjithmonë e afroj si një nanë. Edhe ato shumë ma letë në jenë. Me gjithë fjalë të mira, për flasë kështut të amon qysh që ti ki me kalu, lindja është një proces normal, që kalon, këto dhimbje duesh gjithsa qysh mi përbalu, lindjet janë që kimi pas fëmin, kimi pas afër vetit, edhe krejt këto dhimbë të arrohen. Kështot me fjalë, vazhdimisht tu e ledha tu i najt afër, kështot. Do të thotë në momentin që shohin fëmijën e tyre, harroj çdo gjë. Harroj çdo gjë. Edhe thot une, qysh më thatë, ashtu tu shkoj puna. I vërtetojnë fjalët e juaja. I vërtetojnë fjalë. Se gjithmonë niset edhe njëri prej rastit vet, prej lindjeve që i kom pas, gjithmonë nisna prej vetit, edhe ashtu t'ju foli që. Edhe unë kom najt, spari kom najt 3 orë ndoshta me dhimbje, edhe ndoshta unë nuk jam sa jo, edhe kreti kom përballu. Edhe kështu që shumë ndikojnë të gratë. Ju jeni aty dhe padyshim që ju jeni personi që ndjejnë më së afërti. Shumë. Po, a marrin shpesh partnerët baballarët pjesë gjatë procesit lindjes? Këta që nuk ju ka ra, këta si tijen edhe kolabojnë, nuk mujen mi përballu. Kur nëse kanë jetu në shtete për mendojnë përëndim, ata lypin insistojnë vetë, se thotë unë kom insistu, edhe kom dëshirë me insistu në lindje. Ata mujen mi përballu shumë letë. Se janë të përgatitën në përëndim, si nëna që përgatitet për lindje, ashtu të përgatitet edhe bashkëshorti. Se si ti ndihmoj gruas vetë, se si të sillet me gruan vetë, edhe krejt se kështu t'na kanë tregu, edhe janë shumë më të fortë, kurse tonët janë Pse mendojnë Adelina se ndodh kjo? Sepse bashkëshortet nuk shkojnë zakonisht në kontrolle me gruan e tyre, apo pse? Nuk është ajo, nuk e di shka ju shtyn atëve përmes me ardhë, nuk e di, nashta është edhe munges morali pak, nuk e kanë moralin e fort marshqit për mi pa. Ka disa që insistojnë me hi sidomos gjeneratat e reja, por që jo shumë se nuk mundet, është e zërshme lindja për mu pa për të një mashkull. Pra disa kanë fobi gjakin, disa premjen, ato sa në ndodhin në sallën e lindjes. Po unë thëmë që këta të ri duen mi thy këtë tabu, munden me marë pjesë në sallën e lindjes gjatë lindjes e bashkëshortes tënve, sidomos gjeneratat e reja. Edhe po besoj që duhet jetë një moment i bukur që bashkërisht të dy prindërit ta shohin fëmijën për herë të parë. Ajo është shumë diçka e mirë, na kemi posedojmë pra pajisjet që veshen për me qëndru në sallë të lindjes, tani jo për shkak të pandemisë, nuk guxojmë,
por që mbas kalimit të pandemisë atëherë po. Me qenë se përmendet pandemin, sa ka ndikuar pandemia te ju? Pandemia te na nuk është që ka ndiku shumë keq, përpos që na kemi pas ma të vështirësuar, për shkak që rujtje së mamive gjatë procedurës së pandemisë, nëse infektoshin 2-3 atëherë ecuria punës nuk do të shkojnë të mirë. Pra në këto raste, na nuk kemi pas mami të infektuara, për pas një mami, po edhe ajo e ka të i kalu, nuk kemi pas asnjë mungesë, falë edhe drejtorisë se nuk i ka bo transportin në reparte tjera të mamis, pra i kemi kursy, se i kemi veç non, këto non janë pra për 94.000 banor që posedon qyteti i Gjakovës, përpas Gjakovës është edhe rrethina përmenda edhe herë të Republikës Shqipërisë që janë Bramcuri, Leta, i Tropoja, kemi raste pi Rauveci që vijnë, kemi raste besa edhe pi Pejes, kemi shumë të Pejes, Onës Deçanit, Malishevës, tash janë hinë në regjion Gjakovës, po përpara nuk kanë qenë në regjion Gjakovës, po nuk kanë pranuar për me shku për Rauveci dhe Malisheva në Prizren, shumicën i kemi pas na në reportin tonë. Pandemia, na jemi kujdes shumë, nuk i vetmi repart që nuk ka pas shumë të infektun, për pas që na anestezioni kemi qëndru poshtë në njësi koronare, pra për ndim, njësis koronare, kurse mamit, edhe reparti i ginekologjisë, disa pi motrave kanë shku, po kemi pas masat të mbrojtëse në nivel dhe nuk kemi infektu shumë, si që jënë infektu edhe repartet tjera. Do të thotë nuk ka pasur ndonjë ndikim që... Jo, nuk kemi pas, dishka që gra kemi pas 7 zanë të cilat jënë konë pozitive, i kemi pas dhomat e posaçme, kemi pas që tash rastin e fundit 2 raste të njëjtës ditë, pra 2 që kanë lind me operacion të dyjat jënë konë të infektune pra pozitiv, por që na jemi konë të mbrojtnë dhe nuk kemi infektu asnjona pi ekipes. Pra bebet e tyra, të ato gratë të cilat e kanë pasur virusin, a kalon bartet të bebet apo ju? Jo, deri me sot nuk ka pas, nuk ka ndodhur, pra dyjat kanë qenë që kanë lind me pozitiv, me Covid, e gjithë ekipa është mirë, kanë qëndru të izolune, një dhomë të posaçme, nuk kemi pas lëvizje të familjarëve tënve për pas veç për të informacioni, u shku gjithë shka mirë, ekipa si na ke procedurën e lindjes se na nuk e cekem edhe, për pas që mamia e lind, që është edhe ginekologi, kujdesjen e fëmisë e bën edhe ekipa e neonatologjisë, për 2 infermierët të neonatologjisë të cilat vijnë dhe kujdesen pastaj për fëmijën nëse ka nevojë për reanimim, nëse fëmija del i lodhen, nëse fëmija ka qenë me ujor të gjelbërt, pra ka qëndru një kohë të gjatë, atëherë është edhe neonatologja, ku na i kemi është neonatologjisë, kemi 3 neonatologe, kemi dhe staf të neonatologjisë infermiera, që vijnë, pra kujdesen edhe për fëmijë, për veshjen e fëmijës, për matjen e perimetrave të fëmijës, peshën, si dhe për gjendjen e fëmijës gjatë qëndrimit të sallës lindjes. Pacientja mbas lindjes në sallën e lindjes qëndron 2 orë për shkak ta mi shiku gjendjen që ndonjë hemorragjie që mundet më lëshu gjatë mbas lindjes, pra. Atëherë, gjatë qëndrimit aty, nana ka dhe fëmijën e vet, veç nëse nuk është fëmija mirë, që lindi lodhen, dërgohet në neonatologji dhe e përcjell neonatologjia. Pra na, në reportin ton, përpas që jemi reporti obstetrik dhe reporti ginekologjik, është edhe reporti i neonatologjisë mbrenda në report tonin. Po interesimi i të rinjve, çfarë na thoni, sepse unë e di që të rinjt në spitalin Isa Grezda mund ta kryejnë edhe praktiken aty? Po, praktiken e kryen, janë shkolla mesme e mjekësisë që është e ka Lamin e mamis, por që janë asistent, e kemi edhe të fakultetit të mamis, pra mamia ka degen e mamis, pra dallon pi asaj të infermierisë përgjithshme. Kemi në praktik që vijnë bashkë me mentorët e tëmve, i shojnë edhe procedurat e lindjes, se që shkon një lindje, ka në mesin e tërë edhe mashqe, pra meshkuj që vijnë që janë për mami,
inshallah kanë fatin edhe hinë edhe marshqit si Do të nuk mungon interesimi as i gjinisë mashkullore. Jo, nuk mungon, veç që mbas përfundimit pra të fakultetit, ajo me teori është e njoftne, atër i vynë edhe praktika, unë edhe kisha lutë pra drejtorin që në pranimin e të rive si mami, sa janë edhe gjenerata ma vjetër, t'ja japin njohurit ma serioze dhe ma mirë, për njes ai të jetë ma i fort. Na qaq kemi besim të një mami, se gjatë procedurës pra të lindjes, gjatë vizitës së lindjes, ajo dhe edhe sakt se kur ka me linda i fëmijë, qaq që janë të vërzune dhe qaq që janë të afta. Pra i besohet një shtatzanës komplet lindja të një mami. Sa lindje gjatë ditës bëhen? A kemi një numër? Nuk kemi numër kështu të caktun, se një dit lindin 6, një dit 3, një dit 1, nuk mundem, është ramje e numrit të lindjes, për vitit kalun, pra në për 2019 që në 2020 dikun kanë qenë 56 lindje që janë minus pra për vitit 2019. Mirë, zonja Mërgime, ju keni 20 vite përvoj, po e themi vazhdimisht sepse unë kur i tham më duken shumë e lëre më në profesionin tuaj. A mund të ndani ndonjë përvoj që e keni, ndonjë gjë që e kujtoni gjithmonë, ndonjë rast më specifik që u ka mbetur në mendje? Kam shumë raste që i kam në mendje, por një që s'do të harroj, një kohë të gjatë, edhe shumë pak para pensionit që jam, e kisha cek një rast që shumë afër na ka ndodhur. Ishte ditë vikendi, edhe erdhë gruaja, lindja shumë spontane ishte. U kry lindja shumë mirë, të ju falemderu 2 ginekologëve që i kish vazhdimisht afër, edhe 2 mamia, si tha motra Adelin. Lindja u kry, por pas lindja ndodhi e kundërta. Që për këto vite që punoj, nuk kisha pa asnjëherë që t'japin mjekët gjithë shka kanë mundësi, se shumë rëndësi është placenta. Aty shtrati i thojmë na ku ka najt beba. Placenta kurse se nuk u shkëputke, si i thojmë ne, edhe me revizion, edhe me gjitha gjanat për mësë marrë diri të nej gjakdirdhje ma madhe, 2 ginekologët shumë të vërzun, profesionista, vendosën me njëherë që ta thirrin ekipën, edhe të jem në salë të ndërmarrën dishka. Në fund, shpëtuan të dy? Shpëtuan edhe nana, edhe foshnja. Ty ju falemderu ekipës, ginekologëve të vërzun, anestezistëve edhe krejt stafit. Adelina, ju rastis të keni gratë shumëta të cilat përfundon ju procesin e lindjes. Cilat janë komplikimet më të shpeshta? Çfarë komplikime ju ndodhin atyre? Komplikime janë të fushës së gjerë, nuk është që specifikohet 1-2. Shtatzanën e kontrollon ginekologi për 9 muaj, por që ndodhë që momentin kur të pranohet në repart, në pranimin e repartit, pra kryhet formacet e gezde administrata, po gjatë qëndrimit janë me probleme të hipertensionit, diabetit, atëre kemi edhe që me fryt të vdekur, që vijnë edhe lindin me fryt të vdekur, atëre komplikimet tjera janë në sallën e lindjes, ramja toneve të fëmis, pra në dhimbje të mëdha të nanes, atëre është ujuri i gjelbërt, ujuri me konjal, atëre përpas këtëmve gjatë procedurës së lindjes mundet më bërë thyrja e klavikullës së fëmis, kur janë peshat e fëmis së mëdha, atëre kemi edhe shumë rrallë, pareza të dorës fëmive gjatë procedurave të lindjes, nuk është diçka thjesht një lindje, pra janë edhe komplikime tjera, atër procedura daljes së placentës, ku nëse nuk shkollitet mirë, atër është një gjakderdhje shumë e madhe, janë procedurat e L2 sutures,
pra qepjeve që janë të thella gjatë daljes së fëmis, pra bojnë shkymja e indeve, po edhe ato janë që ndonjëherë hihet edhe në sallë të operacionit për qepje, por që kuadri, stafi, ginekologët dhe mamit janë shumë të kujdesshme dhe janë shumë profesionalistë. Nuk kemi vdekshmëri të nanave, vdekshmëri të frytit kemi pra të bebave, po janë shumë pakës. Sa është numri i vdekshmërive? A kemi një numër? Dikun 4-5 gjatë krejt vitit. Pra nuk kemi shumë dhe ato nëse janë me ndonjë komplikim, pra është ndaj sindrom të fëmija, edhe mas javës së 25 quhet lindje, edhe ajo hyn në lindje edhe pse nuk i ka 42+. Pra edhe aty shtohet si numër për shkak se çashtu është protokoli, që to janë kaqe edhe në sallën e lindjes, gjatë lindjes vdes edhe fëmija, pra i hupin tonet him në sallë të operacionit që është urgjenca më e madhe. A është vështirë shumë për ju që t'ja kumtoni nënës lajmin? Ajo është shumë e zërshme, sidomos të disa lindje ose të disa shtatzana që janë me kozgjatje më të shtyrë të moshës, ose që e kanë një fëmijë të pritur mas disa viteve. Atëre kemi edhe tjetrën që janë 2-3 vajza që pret djalë ose janë 3 djemë pret vajzë. Janë disa raste, nuk është e lehtë mi majtë 9 muaj në barkë dhe në fund ta humb. Ajo është diçka shumë e rëndë për gjendjen e nanës, po ashtu edhe për neve stafin. Nuk është e lehtë as për ne, se edhe na e dojmë atë dhembje momentale, pra edhe na jetë si kujtes me vite, por që mas shumë të është që e vunë pra nana. E kuptueshme edhe në raste të tilla, besoj që duhet të ketë, por në këtë rast janë minimaliste, në raport me vitet e kaluara besoj ka qenë numri më i madh, tani ka ardhur duke rënë numri. Po tash ka shumë lloj të analizave që e përcjellin ginekolog një shtatzan për 9 muaj ditë, ka analizat që bëhet ultrazani. Është shumë pak e pritshme në i komplikim i fëmisë që është me ndonjë sindrom, po ashtu edhe gjatë lindjes, në të lindjet, atëre aty është procedurë ndryshe, se nuk mundesh me ditë që çush mundet me na shku një lindje. Mundet me shku shumë mirë deri në dillatim, po në dillatim nuk zhdryp koka, nuk vendoset në pelvikun e nanës, atëherë bëhet urgjent që hynë në sallë të operacionit. Nganjëherë shkon dillatimi, i ka dalë shëmdhimt janë shumë të mëdha, atëherë kur të shihet që është rrezikohet fëmia, atëherë prap hi në sallën e operacionit. Nuk është që rrezikojmë shumë se për shkak të fëmisë, atëherë janë raste të caktuar me program të ditës, pra që një gru nuk mundet me lindë, atëherë është që programohet në mëngjes nga ekipa pra e ginekologëve, atëherë vjen direkt që hynë në sallë të operacionit. Ka raste që edhe lindjen e parë e dytën e ka bërë normal, kurse tretën nuk mundet edhe hynë në sallë të operacionit. Janë ato komplikimet që e vendosin ginekologët anajne. Na si ekip jemi të gatshëm 24 orë për to. Nuk kemi që jemi një repart shumë përpasi kujdesshëm, po qëndrojmë 24 orë pa na mungu asnjëri për fushës që i vyn një shtatzanës. Puna ju e vlerësohet dhe shmohet maksimalisht edhe nga nënat. Pikërisht për këtë ne kemi vizituar repartin e ginekologjisë, aty ku disa nga gratë që tashmë kanë marrë epitetin nën, u janë shumë falendëruese për punën e juaj. Ta ndjekim materialin e përgatitur e më pastaj rikthehemi në studio. Duket sikur bota është e ytja, teksa shikon me dashuri e adhurim atë krijesë që ka ndruar përgjatë 9 muajve. Kështu thon gratë që tashmë po e gëzojnë epitetin nën. Në spitalin Isa Grezda, përkatësisht në repartin e ginekologjisë, infermierët dhe mamit janë në gatishmëri që t'u dalin në ndihmë shtatzënave e lehonave për çdo gjë që kanë nevojë. Kujdesi i shtuar i tyre nuk kalon pa u vënë re nga ana e të hospitalizuarave, të cilat janë mirënjohëse për punën e punëtorëve shëndetësor.
Kjo ka qenë për mu lindja e parë, lindja e parë ka qenë djalë. Bashkëpunimi me mamin ka qenë shumë maksimal edhe me doktor kujdestar. Kanë qenë dy doktor kujdestar se kanë jep kontributin e ty në maksimum për mu. Gjithçka u kon rregull, se më kujdes shumë për më shku një lindje sa më normale. E si është beba, është mirë? Beba është shumë mirë, ka peshë normale, gjatësi, gjithë parametrat vital. Kom 4 vajza, një djalë tash. Lindja ka shku shumë rregull. Mjek kujdestarin kon shumë të kujdesshëm prej fillimit deri në marrim. Falenderoj të gjithë. Shumë ka shku mirë lindja. Edhe djali është mirë, faleminderit Zotit. Jemi mbështetëse të atyre që kanë nevojë. Nuk kursejmë këshillat e as kujdesim për gratë që sjellin në jetë një jetë tjetër. Roli jam si informier në raportin e ginekologjistë është të përgatis gruan, e cila vjen para lindjes, e cila përgatitet deri në kohën e lindjes. Po, cilat a ka ndonjë vështirësi që ballafaqoheni me? Ka, për shembull, të lindjet e para janë gratë më të papërgatitura, me të cilat duhet me punu shumë më tepër me komuniku shumë më tepër, me përgatit, me tregu që shkon procedura e lindjes deri në lindje. Këshillat i kam prej fillimit deri përfundim lindje, deri sa dalin prej këturit. Unë që 15 vite punoj këtu. Është kënaqësi, e du profesionin, për ato është kënaqësi e madhe. Me punu me një nane dhe një bebë është kënaqësi shumë e madhe. I vështirë, por në të njëjtin kohë edhe magjik është momenti kur sjell në jetë një fëmijë. Çastet të tilla janë të paharrueshme, prandaj fytyrat e mamive janë të memorizuara në mendjen e nënave që gjenin forcë dhe kuraj nga mamit. U rikthyem sërish në studion e emisionit Miq në Pasdite, po i afrohemi fundit të emisionit, do doja të dëgjoja disa këshilla nga ju për nënat të cilat vazhdimisht hulumtojnë dhe duan të dinë më tepër. Po, ky mesazh le të shkon te gjitha nënat e reja, të lexojnë më shumë për procedurat e lindjes, se si vjen deri te java e 42. Gjatë vizitave të mjekët kanë edhe broshura të cilat janë se shka duhet të bën një nanë gjatë 9 muajve, po ashtu të kujdeset për ushqim, pra mos të abuzon me yndyrna dhe sheqerna, shtimi i peshës së madhe, mësimi i shtatzonave gjatë periudhës së 9 muajve, ato mund të marrin informata si në internet, po edhe të ndonjë mami të cilat e njohin ose nuk e njohin ose që duhin me kontaktu me to, atëherë mundën jenë të hapura të gjitha mamit për to, për shka do që t'ju nevojitet, për shka do që lypin informat, që ato kur të vijin në procedurën e lindjes të janë të vetëdijshme për një lindje, se si do të qëndron në sallë të lindjes, si do t'i përjeton ato dhimbje, si do të komunikon me një mami. Pra të gjitha na e quajmë këtë mesazh për të gjitha ato që ju nevojitet, mamit janë të gatshme, të cilat ju ofrojnë çdo informacion. Po ju si mami, çfarë këshilla përcjellni të tjerët, kryesisht të gratë? Që të jenë sa më të përgatitne, psikikisht, që të barti në kokë që lindja është lindje spontane, edhe çdo gjë përfundon kur ta shef një bebë në trupin e saj, edhe kështu t'i kisha jap mesazhin. Tani unë në ndjesinë e nënës nuk e kam provuar, por të fëmijës e di edhe nuk ka dashuri më të madhe se sa në krahët e nënës, po besoj që kjo ndjenjë është reciproke. Reciproke, shumë e vërtet. Të flasim pak më Anesën, Anesa, si qëndron me atë pikturën, vizatimin tënd? Po, në pikturë gati kom përfundua dhe është teknika gjyrat ujit në letër. Është që nuk lejon me bo shumë gabime, po edhe mundesh me i përmirësu shumë lehtë, nga si me teknikat e tjera. A mund të na tregosh edhe neve vizatimin që ta shohim këtu? Çfarë ke paraqit?
E kom paraqit momentin kur një mami e jep fëmijën nanës, ndërsa në pjesën sipër e kom paraqit lidhjen që bëhet ndërmjet fëmijës edhe nanës që në momentin e parë që kontakti i parë që kanë njëri me tjetrin, është paraqit me dy kontrastet në ngjyrave për shkak se i përfaqësojnë dy qenje të ndryshme, po që thjesht me një prekje ndërlidhen shpirtërisht gjithë jetën. Mendon që në të ardhmen të vazhdosh të studiosh për artin? Sepse duket që je shumë e talentuar. Faleminderit. E kom mendu si opsion, mirë po arti zakonisht mu m'jep qetësi, e kur një talent ose një aftësi që ki e kalon në punë, përfaqëson edhe përgjegjësi edhe ma shumë stres, ma shumë punë, kështu që mendoj ma mirë me lojnë si pjesë relaksuese. Është hobi yt. Po. Edhe kështu të shpresoj që të mbetet gjithmonë. Faleminderit për këtë vizatim kaq unik, që lidhet patjetër me temën të cilën sot e diskutuam. Edhe të uroj suksese në të gjitha sferat e jetës. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi që ju kisha të ftuara sot në studio, me lejoni edhe një herë që t'ju uroj ditën e mamive, edhe të keni suksese të pafundme, për ju që jeni meritorë dhe angazhoheni të qëndroni për mbi kohë grave, ta themi kështu. Faleminderit edhe për ftesën, faleminderit edhe për që ju dërgojmë informacionin edhe grave për ditën botërore të mamive, njëherët edhe ju uroj të gjithëve, të gjithave mamit, suksese, kryeni një punë të ndërgjegjshme, të moralshme, me gjithat mirat. Faleminderit. Miqtë e mi të dashur, mua së mbetet gjë tjetër vetë se t'ju përshëndes dhe t'ju them vazhdoni të qëndroni me programet e televizionit Syri. Bashkë, mirupafshim.